Sot ndodhem në një super apartament në zonën e plazhit. Ky apartament organizohet në 2+1+2 tualete dhe 2 balkone të mëdhenj. Atëherë, këtu jemi në pjesën e sallës së ndenjës, kemi këndin, kemi tavolinën e ngrënies dhe pjesën e televizorit. Atëherë, dalem direkt jashtë edhe te pjesa e balkonit që shikojmë dhe detin, jemi diku ke 150 metra ose edhe më pak largësia nga deti. Vazhdojmë prezantojmë dhe pjesën tjetër të shtëpisë. Tu kemi edhe balkonin tjetër i cili lidhet dhe me 2 dhoma të gjumit të tjera. Tu kemi pjesën e gatimit, kemi tualetin për mysafir dhe kemi edhe tualetin e madh që i plotëson gjitha kushtet e nevojshme, i cili ka dhe drytare me arrosi natyrale. Vazhdojmë të prezantojmë edhe 2 dhomat e gjumit. Ky apartament, si shikohet, ka një sipërfaqe mjaft të madhe, në certifikat janë 112 metra, ndërsa sipërfaqja totale është 122 metra katror. Kjo është dhoma e parë, e cila lidhet dhe me balkonin. Ndryqim ka goxha. Vazhdojmë dhe në dhomën tjetër, e cila dhe dhoma tjetër lidhet me balkonin. Atëherë dalim edhe te pjesa e balkonit. Si shikohet, është goxha me hapësirë. Për më shumë informacion, më kontaktoni. Faleminderit.